Shumë njerëz tremben nga inteligjenca artificiale, duke menduar humbje në punës ose skenar ekstrem, por realiteti është mahnitës. AI po shpëton jetë dhe po ndryshon botën. Lider si Bill Gates dhe Eric Yuan thonë se AI mund të shkurtoj javën e punës deri në vetëm 3 ditë. Laborator të mbështetur nga Google përdorin AI për të luftuar sëmundjet më të rënda dhe për të dhënë diagnoza më të sakta. Sam Altman i OpenAI beson se po afrohemi drejt kurimit të shkaqeve kryesore të vdekjes. Me fuqinë e llogaritjes që po ndërtojmë, gjërat që sot duken të pamundura, nesër mund të jenë realitet. Nga kurimi i kancerit të mësimi personal për çdo student në botë. Teknologjia tashmë përshpejton zbulimet e ilaçeve me mjetet si AlphaFold, por sfida mbetet, kanceri është në shumë forma të ndryshme, secila unike. Partneriteti i OpenAI me Nvidia është hapi tjetër drejt një të ardhme ku inteligjenca artificiale nuk është thjesht një mjet, është një forcë që mund të ndryshojë botën.